na kujton 22 janari i vitit 1506 në histori? Në këtë datë, kontingjenti i parë me 150 roje zvicerane mbërriti në Rom. Historian thonë se ata kaluan nëpër Porta del Popolo dhe hynë për herë të parë në Vatikan, ku u bekuan nga Papa Julius II. Marrëveshja për roje zvicerane ishte nënshkruar në vitin 1497 nga Papa Sixtus IV në aleancë me Konfederatën e Zvicrës. Në vitin 1517, një ngjarje historike sa i përket Turqisë. Me 22 janar, turqit pushtojnë Kairon, kryeqytet i sultanit të Mamlukëve, dinasti muslimane në Egjipt. Mamlukët nuk ishin egjiptian, por rridhnin nga një kastë skllëvërisht të privilegjuar me prejardhje nga Kirkizia. Pas një grusht shteti, ata morën pushtetin në Egjipt dhe pastaj aneksuan Sirin dhe Palestinën. Fillimisht marrëdhëniet mes sultanit të Mamlukëve dhe perendorisë osmane ishin miqësore, por konkurenca për të kontrolluar Turqinë jugore i përkeqësoi marrëdhëniet. E pas fitores osmane me 22 janar të vitit 1517, Mamluk të zënë rob u ekzekutuan nga një ish komandant Mamluk që kishte kaluar në anën e osmanëve. Në parkun qendror të New Yorkut ngrihet obilesku i lashtë egjiptian, e gjilpëra e Kleopatrës. Gjilpëra e Kleopatrës është emri i njohur për secilin nga 3 obileskët e lashtë të shkullur nga Egjipti dhe të ringritur në Londër, Paris dhe New York gjatë shekullit të 19. Edhe pse obileskët quhen gjilpërat e Kleopatrës, ato nuk kanë asnjë lidhje me mbretëreshën Kleopatra e 7 të Egjiptit, pasi kanë qenë në ekzistencë mbi 1000 vjet përpara saj. Në vitin 1914 në Vlorë, me 22 janar, qeveria e përkohshme e Shqipërisë heq dorë nga pushteti dhe ja dorëzon atë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit për të qeverisur vendin deri në arritjen e princit Vidit. Ismail Qemaili, ish kryetari i qeverisë, bëhet gati të mërgojë në Francë. Menjëherë Komisioni i Kontrollit e ftoi Esad Pash Toptanin të ndjek shembullin e Ismail Qemailit, por Esadi nuk pranoi. Më 22 janar të vitit 1973, me një vendim të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, përligji abortin për gratë amerikane. Gjykata e lartë e mori këtë vendim në rastin e padis Roe kundër Wade, që ishte ngritur nga një grua, së cilës në bazë të ligjeve të shtetit Texas ishte mohuar drejta për të dështuar një fetus që nuk donte ta mbante. Pasi kërkesa e saj u hot poshtë nga një gjykate e apelit të Teksasit, ajo ju drejtua gjykatës më të lartë të vendit. Me 7 vota pro dhe 2 kundër, gjykata e lartë arriti në përfundimin që gratë kanë të drejtë ta dështojnë fetusin gjatë 3 muajve të parë të shtatzanisë. E ky vendim i gjykatës së lartë mbetet i diskutueshëm edhe në ditët tona. Shumë nga ata të cilët kundërshtojnë abortin thonë se ndërprerja e shtatzanisë është vrasje dhe që duke filluar nga çasti i mbetjes shtatëzën, fetusi gëzon të drejtën e mbrojtjes me kushtetut.
Trishtimi është njohuri. Ata që din më shumë duhet të mbajnë zi më thellë. Pema e njohjes nuk është pema e jetës. Kjo është një thënie e Lord Byron. Pikërisht në këtë datë, më 22 janar të vitit 1788, ka lindur figura udhëheqëse e rrymës romantike në letërsi. Lord Byron konsiderohet si një nga poetët më të mëdhenj britanik dhe vazhdon të lexohet gjerësisht. Pasioni i tij ishin udhëtimi dhe jeta pa kufizime. Ai la gjurmë në Evropë, sidomos në Itali ku jetoi për 7 vjet. Më pas u bashkua me luftën greke për pavarësi nga perandoria osmane. Grekët në fakt e nderojnë ato si hero kombëtar. Gjatë shëndrimit në Greqi, Byroni u prek nga ethet dhe ndëroi jetë në moshën 36 vjeçare. Lord Byron është përshkruar shpesh si aristokrat pompos, romantik i bujshëm. Sa famkeq për stilin e jetesës, aq i famshëm e i admiruar si poet. Ai ishte njeri i lukseve, shpenzues pa mas, duke lënë pas borxhe të mëdha edhe pas vdekjes. Lord Byron mbahet mend edhe për vizitën në oborrin e Alipash të Pelenës në Janin. Në letrën dërguar nënës së tij, Byron shkruan: Aliu është vetëm formalisht i varur nga porta e lartë. Ai është njeri i fuqishëm, sa i suksesshëm, aq edhe mizor me kundërshtarët.